Janë shumë të bukur që do të mësuesh në këtë zonë të tradita. Ju lutem konsiderojeni vetëm me fat që përballë kemi të madhen artisten shqiptare Justina Aliaj. Ajo është një nga figurat e shquara. Ajo është një nga figurat e shquara të artit shqiptar. Si vetë besimi në këtë zonë dhe madhja Justina Aliaj, si vetë besimi në këtë zonë, ajo na sfidon dhe na tregon se me mund dhe sakrificë sfidohen dhe vështirësitë. Justina Aliaj është një trashëgimi e fuqishme e artit, muzikës dhe teatrit në Shqipëri. Ishte forca e kësaj artistje të madhe që ashtu si vetë Nën Tereza përballë vështirësive të sëmundjes së skamjes, të cilave u shpalli luftë. Justina Aliaj lufton në heqjen e sistemin komunist. Ajo lufton duke triumfuar në një farë mënyre si simbolika që na përcjell dhe vetë Krishti pas vuajtjes. Zëri i saj i fuqishëm dhe interpretimi plot emocion do të na shoqërojnë dhe sonte në një udhtim shpirtëror dhe reflektues mbi jetën e Nën Terezës, duke na rikujtuar ashtu si na rikujtojnë dhe motrat e saj këtu në mesin tonë. Sakrificën, përmirësinë, forcën shpirtërore dhe dashurinë e pakushtëzuar për njerëzit. Kjo që kemi fatin të përjetojmë sonte këtu në rubrik në koncertin tim, por jo vetëm, është jo vetëm një ngjarje artistike, por një mision që na rikujton shpirtin dhe mesazhin e humanistës së madhe. Mos harroni, kjo është e para më në dramë, në skenën shqiptare kushtuar Nën Terezës, ndaj ju uroj të përjetoni me të njëjtin emocion që na e përcjell artistja e madhe shqiptare Justina Aliaj. Shikim të këndshëm, suksese fort e dashur Justina, krenarie të gjithë kohrave për artin shqiptar. Uroj fort që kaq sa jemi të përcjellim emocionet që të shkaktojnë qetësia e ujrave të kristanta, apo juret shumë gjyrshe që aq fort i ngjan edhe ky popull i mrekullueshëm, pedashës, artdashës e fort pikpritës. Shikim të këndshëm. Mos u çuditni që më shihni të gjallë. Nga qielli zbrita. Zoti më dërgoi tek ju e më tha: atje poshtë në tokë kanë shpallë shëtnimin tanë. Ti tashmë për ta je e shenjtë, shko tek ata, e bekoj me frymën
zemrën time. Atë ditë që ju këtu në tokë për shpallët shenjtore, atje na të mlot plesia 3 feve abramaike, feja ebreje, feja krishtrimit dhe feja muslimane. Kishte edhe përfaqësues të tjerë që besojnë filozofit ndryshme të jetës, të frymëzuar nga kulturat e lashta si hinduist, konfucianist, budist. Mbledhja që e rrept. Mu duk si gjyq. I pari mori fjallën kryetarit. Që veprat shejta ke bërë? Për të vogla kam bërë, po me dashnit madhe. Unë kam kënë një kalem në dorën e Zotit. E qëfar tani këtë të ta qujmë shenjtore, jo se të vortën, smuret praktisur, edhe janë shtu. Atëhere mori fjallën Shën Pjetri. Të vorfën praktisun e qëmur ka pas e noshta do të ketë, kjo shenjtore u dha besimin në Zotin, u dha shpresën në Zotin. Pra të kryetari, ti flet kështu Shën Pjetër sa është e besimit ta? Jo as pak. Unë flas kështu sepse kjo i përket të tana feve. Pyet pranishmi. Nuk besojmë ne Shën Pjetër, lidhun fakte, ka fakte? Atëherë ndodhe ajo që nuk e prisja. Befas, shfaqet Jezusi me 4 ëngjëj për dore. O, po unë i njeh atë ëngjëj se kisha takuar tokë. Pas kësaj Jezusi u largu. Të gjithë pranishmit metën çuditur, shihnin ëngjëj, shihnin njëri tjetrin, u bëha hishtje e madhe. Atëherë unë deklarova. Pleqësia në rume. Këto 4 ëngjëj që ju po shihni këtu në mesin tuaj, unë i kam takuar në tokë. Ai djali që përin pranë përfaqësuesit i hinduist, është lypsi që gjeta në rrugët e Kalkutës, po i të shpirt nga uria. E moran krah e quajta Akash, që në gjuhën e tyre ka kuptimin e qiellit. I përmenda librin e tij besimit, edhe unë gjithë në qiell. Ai tjetri djalë është indian i vogël që ka pas vujt prej smundjes së leprës. Ishte ngrahmat e punës. E mora në krah, e quajta kapur, që ka kuptimin e lulës së shafranit. E lava me ujin e lumit gang, i përmenda librin e tij besimit, edhe ja, sot ai ndodhet në parajs në mesin tonë. Ajo vojza e vogël aty, me emrin Smadar, që ka kuptimin e adhuruesës së natyrës, e që përri pranë atit të etërve Abraham. E kam gjetë në rënojet e tërmetit të Etiopisë. Ja disaj më lutja bekoja të pire. Po është vajza e thash. A më tregoj një robë të nxirë, një çobës fustani, ku kishte mbështjell, e ishte të shkrume. E pa fash me Smadar ishte tjekë, bashkë me shpi. Unë të me roba, veç ulla një gjëri, e bekova shkruin e ishtave. E sot ajo ndodhet mesin tonë. Ky djali i vogël këtu, që përri pranë profetit Muhammed, e kam takuar në moçalishtet e Etiopisë. Ishte mrem në moçal. Kishte ditë e net që flinte e zbardhej në moçal. E tërhoqa, e mora pranë vetës, e ngrita në krah, e quajta Muhammed, i përmenda Kur'anin ku ai besonte, e sot ai ndodhet mesin tonë. Kjo është. Kam prek, kam shkel në vendet ku kishin prek fumin, ku kishin humbur gjithçka. Në Çernobil a Venezuela, Malajzia, Tunezi, unë isha një misionare tyne, unë isha një misionare e Zotit dhe pas një sekondë.
Nuk pashëm çfarë feje përkisnin, musliman, hinduist, konfucianist, kaq. Masi marrova fjallën, kryetari si i zbutur më thotë, si e ke emrin? Teresa Calcutës ose Gonxha Bojaxhiu. Ma vjen nga India. Nga India. Po sigur nuk ka emrin Gonxha në Indi. A po, unë jam shqiptare, e linë në Ballkan. Kur në gjumë fjallën Ballkan, u ba një zhurmë, u ba një poter, atëherë i kthehet kryetari Shëmbjetër. Shëmbjetër, kjo është e tepër, shenjtori nga Ballkani? Jo, nuk është pa kjo. Ballkani vetëm rrëmuj, vetëm trazira jetë, jo plesi e ndërruar. Nuk është e vërtetë. Ne na gasht fort me njëri tjetrin, ne kemi respektu njëri tjetrin. Shkupi, vendlinja jeme, është Jeruzalemi i Ballkanit. Aty kanë mësu me jetu shumë nga të gjitha vendet. Rumun, Bulgar, Qifut, Rom, e tjerë. Pyetni Kassandrën, Mihajlen, Felixen, pyetni Fatmen, e keni këtu në Parajs? Nuk na besohet ne ki Terez e Calcutës edhe Gonxhe e Ballkanit. Unë nuk e di nga gjeta forcën, veç brita me të malë. Mos më miratoni për shejtone, nuk du. Po të pakten më dëgjoni, o plesi e lashtë. Pasara eshtja, dhe unë fillova. Përse kjo urrejtje nga e Ballkanit? Përse? Është e vërtet që mrenda për mrenda gadishurit tonë ka pas, edhe ka, mos lakëtime, mos marrëveshje që s'po zgjidhen ende sot unë vetë. Kam nërhy në traktativa bisedimesh me udhëheqje shtetësh që të ulen gjafrat, që të gjinet një zgjidhje, po kjo është e vërtet. Kjo përsa në takon ne si Ballkan. Tani po vazhdojmë. Në parantezë, kam dëshirë me u bë me tije se unë historiane nuk jam, por historinë e Ballkanit tim sidomos e njoh mirë. Dhe ajo historia, ajo përvojë, ajo eksperiencë më ka mësuar që shtetet e mëdha, perandoritë e mëdha, kanë synu mos zhanu në ato shtetet e vogla të paparabarta. Kjo në uri dhe me Ballkanin tim. Kush ishte i pare që e morin në administrim? 2200 vjet pa, 22 shekuj përpara. Ballkani u vune në administrimin e perandorisë romake, e cila kishte kthy Ballkanin në një kanal ku të kalonin lirshëm drejt perëndimit. Kjo vetëm për të mirën e popujve të tyre. Mbas perandorisë romake, hyri Bizanti 1000 vjeçar në Ballkan. 1000 vjeçar. Pak shekuj më vonë, Ballkani u vune në administrimin e perandorisë osmane. Për shekuj e shekuj. E të vim tani afër kohëve tona, po kjo pjesë e Ballkanit u vune në administrimin e perandorisë austro-hungareze. Më thënë Ballkani, sikur mos kishte asnjë problem të vetit, i duhesh edhe kjo. E kam fjalën kush zaftoi kë. A ishte Ballkani, a ishin shtetet e mëdha që sulmuan Ballkanin? Jo Ballkani, jo. Ballkani kishte mjaftueshëm problemet e veta. Plesi e nderuame, e bindon kauzën time. U siguroj se fola vetëm në vërtetën se çfarë kemi përjetuar ne si kom dhe si Ballkan të anësinë e saj. Atje poshtë në tokë ekziston një thanje e mendshme, e mundshme, e bukur që thotë jepi Cezarit atë që i takon Cezarit. Do të më thonë, mos shtërvëroni të vërtetën. E fundit që duhet vendi, e një intuja është kjo që histori, po, histori, më varet se kush e shkru në të. Një kështu fola dhe në fund e mbyllë.
Ju falemnderit që më gjithë. Por tashma unë nuk e du një atin të. Edhe hika, u largova, fillova të ishte për e të vrapoj, e lëndume, e vrame, e fyne, thash si kështu, as këtu nuk ka drejtësi? E hika, e mu duk se unë gjitha në kupën e qelit, atje brita me sa forcën e shpirtit tim, o Zot, ku je? Vetëm ty të besoj, Zoti im. Ushtama. Nuk po besoja veshët mi, nuk po besoja syvet mi, të këshilja mrekulli resh për jari, të një gjoja të timuj që si kisha mi kur. Nga thellësia e rreve arë, unë nga një zanë të ngrohtë, të butë, të thellë. A ishte zani Zotit? 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 Bia ime, pash e dëgjova gjithë shka tha. Mos e humbë paqen tënde. Ndiq udhëzimin tim. Zbrit në tokë, ku të kanë shpallur shenjtore. Bekuj me frymën time. Dhe unë erdha. Nuk është për jush më të pysë pse Zoti më zbriti këtu, e jo një ndi ku kam shërby gjithë jetën ku kam edhe eshnat e mija. Po Zoti e din ma mirë se unë shpirtin e kam këtu, ku kam bërë vezën e dillit për herë parë, e ku jam lutë Jezusit për herë parë. E më zbriti këtu, me folë me popullin temë, me folë në votrën temë. Votra është tempulli më i shenjtë në jetën e njeriu. E te këtë tempull unë sot du me rëfy gjithçka. Atje një ndije kudo në botë në thrasin Nën Tereza Kalkutës, po jo ju e dini që unë jam ajo Borgja, vajza vogël e Lazar e dronë, po ja gjute motra Agës e motra Lazar. E jo vetëm kaq, po disa gazetarë thonin që Nën Tereza vjen nga një familje e këputur fshatare, ma një vendihume, e unë më merë të gazit, qeshja, busqeshja, se nuk më dukte se ja vlen të t'i thoja një gjoni këtu. Unë vi nga një familje ma në gamënat e qytetit të Shkupit. Me tregti sharash, pyjesh, me tregti ushqimesh, me farmaci, edhe teatrin e parë në Shkup, teatrin e parë, Baba Kole ka nërtu. E si të më besonin mu, po t'i thoja unë që Baba Kole pasunin më të madhe ka bujari. Dëshin është edhe kjo pamisia jeme i ka pijet e bujaria paps. Nëna Drame. Nëna Drame. Nëna Drame ishte unë shumë e fjallë pakë. E batet mirë e baja ditë kërkush. Por me një fëmi, 3 vosrat, nëna ishte e rejtë, gjykunte, me repsi. E njëherë moj men, edhe kur se harroj, më pak dënu nëna. Unë kam kënë 8 vjeqe, edhe mirë një boqe me ushqime. Ne shumë të një familje që e kishim në rrugicën tonë, e ishin shumë të këputur, shumë fëmi. Edhe më thotë shko, lënët e pra kujdes, edhe hajtë në shpi par pakush. Mirë po unë atë kisha shoqen e lojnave Fatme, edhe unë e fras Fatme, edhe flasë me njëna tjetën qëko. Ja,
Borgjën me ushqime edhe vinë shpi. Kur vinë shpi, nëna, bani habar, që ke bo kështu, si ka mos si me bo kështu, si të tha shumë, atë tha shlenet e dera, edhe unë të shtisha 8 vjeç, unë s'po kuptu isha mirë, ku e ka po kapimin? Edhe u kap shumë as fjallë vetë nënës, atë tha shlenet aty, po një aty në është me nërë për krytë tanë. Po si e le, e kështë nga shpikon nëna dhe në kom thotë, nuk du më shirë të vorfni gogje, du në sajdi, mos i prek aty kujdem, se nuk është faj tyne, për vorfnin e tyne. Edhe kështu, po edhe në tha, keme la, edhe keme fshi e me la 2 dhoma. Unë isha 8 vjeç e mora të fshes në dorë të pjo, se më ka dënu nana. E unë po fshisha kur po më vjen vlla Lazi. Kur më pau, a i ty qesh me mu. Ti me shis në dorë, po ti qa ke bo me qyshe. Ka dënu nana dhe ty, e vjen edhe motra age, e talen me mua, e pesa, ata me mund me fshi, se ka shku nona të punë. E kështu. Nana drame. E shkreta nana drame. Tanë bara shpis, ravi i shpinën e saj, me gjithë ne 3 vocrat, masin ati që baba. E si u thashun ju, nana ishte e rreth me një. Por, kur delëshin rrugët e shkupit, kur nana ndihmonte me devocionin më të madh, e shifsha nana u sillte krejt ndryshe me njerëzit me smur. Ishte buzëqeshëm, u çuditësha thua, po si nana në shtëpi krejt ka ftyrë tjetër, me ne është e rreth. Por po merrte i lashët në farmacinë tonë, i mjekonte vetë, kishte nga ata që s'kishin njerëz në shtëpi. I shkonte në shtëpi, i mjekonte, i ndononte çarçaf, i fshinte dhomen, i lante enë. Po, njoja nana drame ishte Shën Maria jeme. Njoja ma ka shtin shpirt, qysh zvoglit se si me dasht Jezusin. E Jezusi mori për dorë në rrugën e tij. A dini ju se sa i knaqëm, sa i lumtur, sa i qetë jam që po flas sonte me ju. Jam shumë e qetë. Një studente në një auditor më ka pyet: Nën Tereza, a mund të thoni diçka për rinin tuaj? Kur ishit e re, çfarë ishin aspiratat, dëshirat tuaja? Dhe unë i përgjigjem, po. Unë kam kënë një vajzë e nurshme, tash e nurshme si tona vajzat në atë moshë. E kështu unë kam pas pasion me u bë mësuese. Po, kisha shumë dëshirë me u bë mësuese. Shkruja në poezi, recitoja, këndonim gjithë bashkë. Kemi pas një mësues, Lorenz Antoni, kompozitor, e kishte bërë një këngë për ne, që e kishte titullin në kodrat Milicen. E auditorin thot, apo kënon pak Nën Tereza, se të kujtohet. Po i them, po minohen. Edhe në fillova. E kështu kina pas një mësues, mësuesin më të mirë në gjuhë letërsi, Lazar Mjeda. Ai më jepte gjithmonë me recitu poezitë poetit ton Domre Mjeda. Poeti Domre Mjeda, poeti klasik, lirik, më i famshëm, më i mirë, më i bukur, më i talentuar për mua. E kështu kaloi rinia jeme me harin, me dëshirat, me aspiratat, e po sa janë çudit, kur morën vesh se unë do më u bë murgesh.
Më vishin për ditë në shtëpi më thoshin, ke rrit me shkonxhe? Si më tjetër me shku? Me hu pjetën e përmaras, me hu varros në përmarastire? A, goxhe, mos din keq. Mos din keq, kësa i thonë me hu vetë vete. Po, një kështu. Pesa edhe nana, e vllai e motas kanë dashur kur që unë më ba më vesh. Moj me mbila ti që ishte mu shmenja, me afton, me shpall dëshirën teme. A ti t'u bo hataja në shpi, u të merova. Nana hyni një dhomë zdori për tënë ditën, vllai e motras më flishin unë shihja me qudi. Me nga shumë, që kanë bo, që po ndodhë, që do të ndodhë, përse? Ma në fund nana doli për i dhome. E nana më riva u shtama, është po priqa që po ba nana. Nana ishte këtë zbutur, e qenë, ma prorë, unë ja kisha mund sytë nësë, e ty pritë. Nana po thin pa, edhe ma dha nana bekimi. Ishte në të ditën atë një për vajzën që po merë të rrugën e pa njohur, pavarësisht për një kauze subtile. Po. E kështu, mora rrugën për të indi. Kam ba 4 javë udhtim me det. Kur shkova në indi, unë përballa me një pamje të jashtë zakonshme. Pash njerëz të shtrim për tokë të smur, me sy myll e turkal, pash të tjerë kocken kur që nuk janë një të kushdoren, duke vdek nga uria, në krahun e lumit pash flakët që digjnin skeletet e kufomave. Qëfar kudërbi, qëfar të nervi, mos të mati që është ditën e parë. Ma e men nën Batiste që kishte dërë me prit ma mori valigje në kapi për dorët e më shoj fillë dhomën tim, unë shkova direkte në bërë e më fali. Mas kësaj, tura vrap shkoj marë valigje në unë mu ba mërgesh, ja, unë qëfar unë jam nga bu, unë në komune mu ba mërgesh. Nada. Filloha me jarë dhomës rotu. Filloha me malku vetë. Shqitov zona më i gogjë, po të qa prite me pa një dit, i prite me pa lullet, zentinat, po të paharron misionin tanë, po i këthe në shpinen, po të harrove bekimin e nësë, po të harrove lypsat, në borën e kishës në letnis, në Shkup. Shkupi ishte parajs, para felit kalkuc. E kështu kalun dit, unë kisha fillu me dhanë mësim në shkollën e Mërgeshave. E t'ju thamë dhete, kisha një ngërësit madhe se kisha vendos me shkru nënës, me hekzu që unë kam fillu me u integru, unë kam fillu me bërgëzu punën teme këtu për cilën e kam zgjedhë. E në fund i shkru edhe një poezia dedikoj nënës. Nana Loce, lam të mirë, ju la shnedin miqtë e mi, më thiri shetni e të lirë, në të përvujt me në indi. E kështu prita që me orë letra nëse, të më gëzim një ditë erdi, e hapi letrën. Ja, me nana rrejtë si gjithmonë. Qa për në ta mure ti? Ti e ty dhanë mësim, jo me ti një indi, ti të kishë dhanë mësim në Shkup. Të vorfnit, e të smurët, e të rriturit, janë rrugë gogje. Si i një mërë, më thuj si një mërë atyme. Isha gabim, u do të korrigju. Nja e letër nësë më bani me darë në rrugë të kalkuc, e shkova hyna një lagjet thellë. Hyna një lagjet thellë, përveç shumë e shumë të smurve. Një qoshe në murë, shof një gru, kocke kur, që po e halin një për zgjallë. Unë marova, mu këthy prapa i bulkan a i të vera, nuk mundën. Po një dritë u qimë zemrën të edhe.
lëviz gojë dhe kam shku, kam fillu me shtymi, me kam, me dorë, mit, e kam marrë të shkret, kam shku në spitalin e parë, nuk ma kanë pranu, kam shku në dytin, nuk ma kanë pranu, kam shku në tretin, spital, nuk ma kanë pranu, e besa, gjeta një dhomë i thanshin, privatet pakten, s'ma hanë mit, e lash aty, e shkoja çdo ditë, e shkoja disa herë një, e jepja ujë, e jepja bukë, e kishta atë fyt, me të thanë menja, transparent, e unë prisha kur ja jepsha atë fije bukë të thatë, se po shoh se po e kalon, e kështu shkojsha çdo ditë, e i lëvoja balin, derisa një ditë, hapi sytë, e mbusqeshi. E mu mushët sytë pëllatë. Po, shpirti jem kishte fillu më ba, njësh me shpirtin e të vorë për në ve. E kështu, javë, muj, vite, e puna jonë kishte fillu e përhapën të në votën. Më thotë, një studentin angli, ose thotë nën Tereza, me sytë me lotë, edhe bo një kyqë. Po si ka mundësi, thotë, ju keni po kaq të mere, kaq të lahtari njëtët tu, thotë. Po si ka mundësi, thotë, e përballon aj trupi vogël, i raskapitun, do të thosha. Punë të Zotit pja jeme. Ma di Zoti, më ka bo edhe i dhurat tjetër, me shkru poezinë. Të gjithë gjizane, na recitoj një poezi, na thuj një poezi në Tereza. Po atë. Në Tereza, okej. Gjeni kohë të mendoni, gjeni kohë të luteni, gjeni kohë të qeshni, ashtë burimi fuqisë, ashtë fuqia më e madhe në tokë, ashtë muzika shpirë. Gjeni kohë për të luajtur, gjeni kohë të jeni miqë, gjeni kohë të doni dhe t'ju duhuni. Ashtë sekreti e njësë përjetshme, ashtë privilegj për të madhë Zot. Gjeni kohë të studioni, ashtë burim mençurie, ashtë rruga drejt lumturisë, ashtë suksesi më i madh në jetë. Të studioni. Gjeni kohë të bani mirësi, ashtë qelsi i parajsës. Non Tereza, a keni shkru poezi për gjithë ato momentet të tmerrshme që keni pa me sy tuaj? Edhe a mund të na tregoni ndonjë poezi nëse e keni? Ja, nuk mundën, për dy arsye. E para, gjenja ime shpirtnore ishte kaq e ngarkuar për çfarë shitja gjithë ditën, saqë ishte pamundur t'i ripërtria, t'i ripërsërisja e t'i hidhja në letër. E dyta, mendoj se nuk më përket mua kjo pjesë që të them ku kam qenë, çfarë kam ba, si kam shëru, apo si kam ndihmu me lecu plagët. Por një gjë është e vërtetë. Të gjitha poezitë e mia kanë mbrëmë revolte, por në llojin tim. Për shembull, ju bëj një spjegim. Atë poezi që sapo thash, unë thash gjeni kohë të mendoni. Në fakt, unë nuk po them këtë, unë po them të kundërtën. Se nëse nuk kam një mendim tjetër, s'kam pse shkruaj gjeni kohë të mendoni. Unë jam të i thanë, ju nuk gjeni kohë të mendoni. Ky është shqetësimi jam.
ose gjeni kohë të luteni. Unë po them, ju nuk gjeni kohë të luteni, ose luteni kur ju bjen një hall, një problem, por lutja nuk është kështu. Lutja është një rregullsi që ta dikton shpirti, mendja, trupi. Lutja është si buka që ham çdo ditë. Nën Tereza, besoj se poezinë e parë e keni shkruar për dashurinë e parë kur keni qenë adoleshente? Jo, birim. Jo, e kam shkruar shumë më herët, po më përgjigjen pyetjes tone. Si çdo vajza asaj moshe edhe unë i kam ndjerë vështrimet e lakmit e djemve. Edhe ma shtuk sa shumë herët me menu aso gjana. Masa ne kam në një bilen time që instinktet më varet si ti zgjosh, qof një vajzë që dashuron apo qof një tjetër që ka dëshirë me lexu libra, me studiu. E unë aso kohë isha përfshi me gjitha në ato borin tonë, sidomos në borën e kishës, në Shkup, ato lypsarët ma këputnin shpirtin. E aso kohë erdi në kishën tonë një letër nga India. Disa misionare katolike shpjegoj që përveç vujtjeve, mjerimit e tjera, atje kishin vdek me mira njerëz nga përmytjet. Unë në rënqetha. Dhe më thonë, misionare në Indi kërkojnë një prej nesh. A ti se merdi një dritë në shpirtin tëm, edhe po më tërhiqte, e po më zhvendoste diku larg në Indi. Ai ka qenë qasti. Ai ka qenë dikiku që unë vendosa me më bo morkesh. Nuk e di, edhe tash që ja thëmë, edhe sa herë e thëmë me vetën, nuk besoj se mundet me u përthit ma njerëzit ajo që ndjeja, po ju thëmë që ndjeja këte. Atë ditë, unë nuk i ndigjoja besimtarët në kishë, edhe nuk e dalë nga kisha që dalën të bo muhabet, unë nuk i ndigjoja vetëm një si gugullim. Dikun tjetër ishte me ime, nuk e di, isha në një hapsin tjetra, nuk e di veç isha krete për dhumu, isha në botën teme që s'dosha me prazu njëri. Atë moment, ta shti po të përgjigjem djallë, atë moment më vjen një djallë, Tonini, që vinte në kishë për me kënu në korin e kishë. Ma frote më thot, Gonxhe, të vuna re që ti u të ndite shumë kur nga lecu letra nga India. I them Tonin, na të dy jena fëmijët e Zotit. A ke niti në herë thirrje të mendshme, hynore? A më thot Gonxhe të shti, na kena dalë prej kishën, unë në të thonë drejtën, du në të thonë diçka. Jo, po shpeset, ma thuj një këte. A ke një në herë ti thirrje të fuqishme, të mendshme, që vjen prej nuk e di se ka, se unë e përjetova. Gonxhe, në kjo se dashnia është hynore, që a thetonin? Gonxhe, të thëmë drejten e shpirtit, unë nuk jam në besimtari të tekun, unë edhe pse vin kish me kënu në korin e kish, unë vi vetëm e pa ty. Tonin? Jo. Në kjo se ti në kish nuk vjen për Jezusin, jam da rrugë të në. Edhe? Ishte i vonum, Toninin, sepse mu tashma Zotin kishtë trokit në shpirt. Po atëherë në Tereza, që motiv ju kanë shtyru për shkruajtur poezinë e parë? Kur ka tek baba, kam kënë 8 vjeqe. Nëna në kishtë mësu me u lutë, e unë veçme, se mu për në zbota. Nuk mund të imaginojshë që nuk kam mua me pas babe, me full me babe, me ecë me babe. Edhe në vend që unë të lutësha, nuk lutësha, u thue Zot, pse ma more babe ti mu, që t'ko baba ba jem ty?
unë du babën, e bërtisja, nuk kisha asnjë arsye vetëm bërtisja. Në një moment kam fërku sytë, më rrethu me një dritë bardhë dhe t'ju thamë vërtetën e shpirtin, si më të shliroj diçka. Kam lëviz, jam shkput për inans, kam fillu me ecë dhe për kortesh, edhe e kam gjetë vedin t'y bëlbëzu disa fjallë. Unë nuk e disha se njëja ishte vjersha jeme e parë. E njëja vjersh dhe t'i ku babës, e sa herë jam një dhim, në tronditje, një jetë vështirë, e në vështirësi, unë e kërkoj një dritë. E kërkoj edhe e gjej. Edhe shkruaj poezi. Nën Tereza, okej, ju ngjallni besim dhe kurajo me vargjet tuaja. Ndërsa vetë ju, dukeni sikur vuni nga diçka. E pa atëherë ju duhet me ditë se unë nuk jetoj në luks. Derisa e ndërzu këti misioni, unë nuk buj si ata. Unë buj me gjithë ata. Por ndryshimi im mes tyne dhe me ashtë që unë kam marrë për sipër, me i dalë Zot, misionit tem, e me e forcu veti. Kjo. Më ka bë përshtypje, një gazetar më thot, Nën Tereza, një gjë më ka shku në mend, edhe qëtin të. Si ka mundësi që ju hyni në për gjithë ato spitale, në për gjithë ato plagë, në për gjithë ato rrugë, në për gjithë ato mija të lahtare, edhe hyni me tëmë forcën tuj, pa më projt, pa ku gja, e ju nuk kontaminoheni? Ajde, këte unë nuk e di, këte e di, i madhi Zot. E kështu. Jo rrallë herë, unë jam gjinë në mesin e shpifjeve të çmirës, që duke mos qenë e fort me përballu, kam rreziku sa herë me praktis misionin tim. Edhe po ju tregoj se si. Për 17 vjet unë kam banë mësim në shkollën e Murgeshave në Kalkutë. Edhe mas mësimit dilja në terren, edhe një moja, ku lype njima. Kisha fillu me bure, një gjelozi, një smir, një inat, edhe se kuptoja përse. Disa misionare irlandeze me janë pasbu fort mapa, në talin, se ku kishin mësu, edhe talëshin me mu edhe fritnin, s'kit më tane. Unë baja se nuk e vija re, po unë ku shkoj shëndromën teme, ju lutësha Zotit, Zot me iq, që e kam banë këtyne. Edhe përveç kësaj, kur nuk i këteja përgjigje, ato më thonin, ashtë të shmenë, kjo ishte që ishte. E vjen një moment që mu me emnojnë drejtoresh të shkollës së Murgeshave. E mas kësaj, ma akordohet titulli në Rumë Nën Tereza Kalkutës. Aty, arritën kur një shpifje, fillon me përhapë, thashe teme, shpifje një ato misionaret irlandeze që Nën Tereza ka marrëdhënie intime me udhëheqësin shpirtëror, atë që leste vaneksem, u të merë Roma, nuk e deshta vetin, do të hiket ashtë, do të zhdukem, nga sy kamë, te i ku, gjithë ku, vetëm aty mos të vitë. Por unë vala, që në rogun që shpifja ashtë krimi më i rëndë që i ban njerit. Dhe në atë moment vështirë, mu më doli prej shpirtit, kjo poezi. Ditet shndrohen vite
flokët bëhen bardha, po forca jote dhe bimja jote nuk kanë mosh. Mas çdo suksesi ka një tjetër shgënjim. Mas çdo shgënjimi ka një tjetër sukses, e për sa ti je gjallë. Ndjell e gjallë. Kur mos lejo të ndryshket hekur brenda teje. Vepro në mënyrë që në vend mëshirës, të tjera të tregojnë respekt. Nën Tereza, a mund na thoni se cili ka qenë momenti më i vështirë, më i llahtarshëm në të cilin jeni ndodhur për t'i ardhur në ndihmë njerëzve? Kur më shdash me largu minit, nga trupat e njerëzve ende gjallë. E pa shembull tjeda juaj nën Tereza e Kalkutës, ju ka përcjellni mbi veten, ju e sfidoni veten me sakrificat tuaja të pakufishme, ju e mohoni veten. E mua më duket se nën Tereza i bën karshillëk stoik, Gonxhe Bojaxhiut. Merci beaucoup. Ju lutem, nën Terezë. Shpesh më ka shkuar mendja edhe tek një fakt tjetër. Po si ka mundësi ju jetoni në ato mjedise që të marrin frymën? Po, edhe Si ka mundësi ti shërbeni të sëmurëve me leprozë, me malarie, me trupin me plagë, e ju në mesin e tyre nuk kontaminoheni? Po, e vërtet. Edhe po mbrojt. E vërtet. E shpjegova pak më parë. Por duhet vazhdoj me shtu diçka që po flisja për atë djalin që më pyet, ju duket se vuni nga diçka. E vërtet, por në fakt, përveç asaj jetët vështirë që bësha, unë vuja mallin për familjen. Kisha 30 vjetë, pa familjen teme. Vlla Lazi kishte shku në Austri, ku kishte marru një shkollë ushtarake, e filma saj ishte emnu në ushtrin e Meritit Zog, ndërsa nëna Drane edhe motra Age kishin shku në Shqipni. Du më ju tregu diçka që më ka morë, është në kujtimet më të bukura të mia. Aso kohë, në të vite, ka kënë një periudhë shumë e paqtë mes Shqipnisë dhe Italisë. E vlla Lazrin e emnojnë nga Austria në Rom, oficer. E unë, ishte mbyra ma bukur që mundesha me taku. Edhe shkoj e takoj vlajnë atë kohë ishte martu me Marie Sanguini, kishin ba dhe një vajzë, edhe shkoj me taku vlajnë. Edhe, e dini ju që do më thonë, me taku mas 30 vjetëve, sa s'pu i besoshin syve, e rokësha largosha a jeti vla, o vla sa lumë njëm, të pa qalë tyje, e roke puth e largohe. Të shti ato dyja kishin një të nëshin që gjitëme, ma tja jo mesa jene, filloj me kjatin, pa mu, e kopte kjatin për gjaketet, edhe ty pa mu kështu, me gumë shpin, me kam zbërë, me sandolet hona, e me trasten në shpin, i thot të kjatin, bab, nuk ashtë marë bab hala, kjo karë me lypë, e kemi qesh, sa shumë kemi qesh. E mesa sot është e martume, e ka dhe djemë si drita, por në fakt, është e funde që ka me për i trumut të familjes Bojaxhiut. E besa edhe kjo është një aspekt fort i këndshëm për shpirtin tem, se u pata smur, edhe u shtrova në spital në Kalkut. Edhe po se edhe unë jam smur, po mu smuri Zoti se më kishte caktu me mision. Edhe erdhe mesa, po Italiet erdhe në Kalkut. Ishte klasi e madhe. Unë gjithë kisha taku, përjetu, me njerëz, me popull, me nacionalitetet ndryshme, po jo familjen teme. Ishte shumë klasi. Ishte një klasi e po njësha gjakun tim. Po flitja me gjakun tim. Edhe pse isha smur, a dini, më dukte vetja se jam e fort. Jam ma ngrot, jam ma sigur. E mesa jeme ishte shumë mbrit, kishte humor shumë të hollë, edhe gjithmonë ngacmonte me fjalë. Pa e kishte edhe atë emoci, do të me di gjithë shka, e për shumë shka. E një ditë u çudita, unë isha rahat në spital, edhe më vjen mesa me i letër dorë, thashë që ka po ati. Edhe po pritja. Ku ma frut, mesa,
Edhe më thotë, halë thotë, Hall, kam pregatit disa pyetje për ty. Tash Hall, unë du më përgjigj tana pyetjeve që kam pregatit. kur I ke pregatiti më halë? Kur ishe në gjumë, moj Hall? Kur ishe në gjumë? Aha, Madje, kam bërë edhe diçka tjetër. qa po ba? Kam bërë edhe diçka tjetër. Të kam fotografuar këmbët, Hall. Konte Kur me? eci në përdom, po, ti kam fotografu. Po që të më që konte mija? Ti je shumë keq, moj Hall. O, më halë, Ti se keq je. sa ma keq se unë ka. Ti nuk e din me. Jo, O, më halë. do të kujdesem unë për këmbët e tua, me pa tjetër. Por tani, po përgjigj pyetjeve. Ha, cila është gjëja më e lehtë? Të gëllësh. Gabimi më I madh? Të heqish dorë. E humbja më e madhe? Të mos kesh kurajot pas të hala. Vranja e çdo të keqe? Egoizmi. Lumturia më e madhe? Të jesh I dobishëm për të tjerë. Ndjenja më e shëmtuar? Mëria I natë. Dhurata më e bukur? Falja pas të hala. Ajo më e paqmuara? Familja. Gjëja më e bukur në botë? Është dashuria, ha? A që ju? Hall, Urde. Hall. Të lutem, Hall. Ma thuaj edhe një herë, si të thërisnin ato misionaret irlandeze? O, lene të shkallë kam harruave. Nuk po du me e di. Atë lutem, Hall, lutem, ma thuj se kam dëshirë të gjej përsëri. S'ki të dale. Nën Tereza, ju keni hap anë e mbarë në botës mbi 600 shtëpi bamirësie. Pyetja ime është, jeni misionare e Zotit apo një menaxhere bamirësie? Jo, birim. Unë jam një misionare e Zotit që I shërbej njerëzis me I shtuk, me I zvoglu, me I lecu klagët, por unë ty po të përgjigjem. Ashtë e vërtet se unë menaxhimin e kam në gjak, e kam prej babës edhe prej halës teme Cecil, e cila ka lina shtrit në një derë pasanikësh, e snafësh në Shkodër. Shkodra është një qytet në veri të Shqipënisë, e cila ndodhi me kënd në qytetet më të kulturume, më qytetare, për ma kultura, për ma zhvillimet artizanale, për ma shkencëtarët, për ma e çmosin. Edhe unë e di që këte e kam trashëgim një nga ata. Unë edhe po të siguroj për një gjë. Kjo lloj aftësie veç mi ka bë mirë misionit tem. Kjo është. Një tjetër gazetar më pyet, më thot, "Nën Tereza, Tereza, a mund të na tregoni një moment serioz dhe delikat që keni ndjerë veten të pafuqishme në rrezik se mund të humbni gjithçka? Po, ju e përdoj. Kjo ka ndodhur në Beirut. Kam qenë një moment që e dhja se isha për pjen e flokut me u kthy në tragjedi gjithçka. Ushtria izraelite kishte rrethu qytetin e Beirutit, kryeqytetin e Libanit. Atë ditë unë mbrojtoja luftimet nga larg dhe po mbrojtoja se si po shkonin luftimet. Pse ndodhesha unë atje?
Unë ndodhesh atje sepse ma tanë sheshit luftës ku zhvilloshin luftimet, kishim spitalin e fëmijëve të smur, 37 fëmijë tonë të smur. Edhe kishim thënë që luftimet do të lokalizoshin vetëm në sheshin e kryeqytetit të Beirutit. Por unë shoh se lufta po mbizej edhe më e fortë. Atëherë unë nuk kisha rrugë tjetër. Baj pyetje vetes, si mendoni ju se unë do të le të më vdesin 37 fëmijë të mi pa fashëm? Në si mënyrë? Kam nxjerrë shamin e bardhë dhe kam fillu me hecë në mesin e luftimit me hapat kadalshëm, me hapat tepër kadalshëm, e të merrume se po më shponin plumat, por heqja, Krishna, heqja, shumë nga dalë, me milimetra po kryshën, dhe i sa ma në fund, me që fillojnë e paksohen, Krishna, vjen, shuhet shurba, mrekulli për mu, qa ishte kjo? Largohen, ndjeq largohen, qa ishte kjo? Si noni kjo? Si nuk meta i vdegun ati? Mrekullia ishte tek kjo, që komandantët e luftave të ushtrive me kishin njohë dhe i kishin dhënë urdhën për armë poshtë në sa unë isha në sheshin e luftës. E ashtu si që isha, e ndjeva, e kuptova, ishin rreshtu ushtria izraelite, ishte rreshtu ushtria Libanit, dhe unë i kam shku me shpirtin tem, në përlam, me zemër më të madhe, kam beku ushtri izraelite. E po kështu, kam beku ushtri libaneze. Mas kësaj, i kam basha e makinës kryqit kuq që të binte me gjithë motrat e mija që ishin në makinë dhe kanë kalu, kanë danë ma thonë, kanë hynë spital, me tura vrap, i kanë marrë 37.000 e prap kemi hecë në mesin e sheshin e luftës paq, pa asnjë humje. Kjo ka qenë momenti më i vështirë që e ndjeja vetën e mora përsipër t'jem e humur. Momentet vështira kam pas shumë. Një nga momentet e vështira ka qenë kur unë kam ardhur në Shqipëri në vitin 91. Kishte 24 vjet që Shqipënia ishte shpallë vetë ateiste. Unë erdha në Shqipëni, pyetja që më është bë nga audienca, si që jeni ju sonte këtu, më thonë, Nën Tereza, çfarë ka pengu për me ardhur në Shqipëni? Çfarë më ka pengu? Po pikërisht kjo që Shqipënia ishte ateiste. Ndërkohë kishin ndodhur ngjarje shumë të mëdha në shtëpinë teme. Shtëpia jeme mësoi rënimin më të madh. Vllai i diq papa nanën. Nana edhe motra jeme jetu në Tiranë, e shumë Shkupin, por ata kanë pas një kalvar të madh në Shqipëni. Motra jeme dite 4 gjuhë. E morë në ambasadën Jugoslave si përkthyse, e hoqen. E morë në Radio Tirana si spikere, e hoqen. Gjithkund u shkurton të veni i punës. Kështu motra Agë u detyru me marrë në rrobaqepsi për me fitu bukën e gojës, për nanën e për dedin. Kështu u rënu familja jonë, duke mos bën kur keq, veç mirë. Babën në moshën 45 vjeç, na helmon Jugoslave, që nanës nuk i dite e keqja, se si e morën, se si shkoj, se si e ardhën i helmon,
se si ka shpejt akut e vëthiq. Vlla Lazri vdiq. Unë po largë. Unë du me e tregu një gjanë që ndoshta ato që nuk kanë dalë jashtë në jetu, si që jeta e dikton ma njerë. Andrat të dashtën e mi, andrat, janë një shpreje në subkoshjencë që me jep një shpresë, me jëdhnoni. Për shembull, një nërë shoh nënën ndrone në andër e cila më thotë, nuk ta dhosh bekimin për me më harru mu. Unë me të harru ty, më shën Maria jame, po ti më ke harru mu. Si më i nënë thuta këtë fjallë. Po e din ti më i nënë se unë kam përmen prej ardhjen tene, vetëm prej frikës se do të apsoshe ti me gjithë agën. Po e din ti më i nënë se si e kam ndryll në shpirtin ten, e vetëm kur ki dekti e kur ka dek agja, unë kam kënë gjenje me folë për herë parë njëtën teme pikrisht njatje në Oslo, ku ma kordun titullin për pache, vetëm aty kam thënë, unë jam shqiptare. E nona, edhe falin e kishtë mëshë, nuk thotën po themin fanë, veç më thotë, ik, mos u tuk në para Zotit, na i na mjenë, se e ditë që pa ka nëllë. Një tjetër që ka kënë shumë prekse për mu, pyetje nga sala që më bënë, shqiptare më thonë, Nën Tereza, ju keni arë në një kohë tepër delikate, tepër e vështirë, edhe ne kemi njën, nuk thonim disi të shgënjim, por ju e shku dhe vizitu të varin e ti, ju edhe u lutët para varin të ti. E unë isha e detyrume, me një thonë që unë erdhe në Shqipëni, jo për me ba luft teologjish, politikash e tjerë. Unë erdhe në Shqipëni vetëm atëherë, kur qeveria shqiptare më ftoi me ardhë në Shqipëni. Kështu që unë isha mik në Shqipëni, unë isha mik në qeverinë shqiptare, por jo në popullin tem. Unë e dija se në popullin tem unë isha motra aty, atë ishin motrat e vëllezërit e mi. Por në qeverinë shqiptare unë isha mik. Edhe si mik, unë isha detyrume me mjek të gjitha programet e tyne. Zotit shpis, ta ati që më kishte ftu. Po shkova dhe tek vari ti. Me dërgun tek vari ti. Përsa i përket lutjes, lutja është diçka krejt private, është krejt personale. Edhe i drejtohem salës, i them, ju bëj një pyetje? A më keni një gjuhë juve lutjen time? Çfarë kam thënë? Ja. Sepse atë e ka marrë vetëm Jezusi. E kështu në mesin e kësaj atmosfere që unë erdha tek populli im, kam lutë Zotin që të bashkohet Kosovë, Shqipëni, një gjuhë, një kom, absurde me qenë të ndalë. E kam bërë njaft demarshët e mia që të bashkohen. Kam folë me presidentin Clinton, kam folë me presidentin Ibrahim Rugova, por nuk unë i quë fjala ime. E ndërkohë kisha fillu me shërbim popullin tem, se ishte ëndra jeme, një përmushje, një pengë ma në shpirtin tem, gjithë botës i shërbima, popullit tem jo. E kalun, pak kohë, e unë filloha me një likështim, lodhje. Atëherë filloha të kuptoj që cikli i jetës sime po mbyllet. Krejt qetja mund dhe kam lanë 3 amanetet e mia. Amaneti parë jam në kokën. Unë po vdes, ju ale amanet trupin tim me qunë Balkan në Shqipni,
që në nëri me kujtim të prindë pranë ty në sytë në lyllë, nuk mu plëcu. Jam lutë Zotit se njerëzve ju luta për bashkimin e Kosovës së Shqipënisë, atë jam lutë veç Zotit, kjo ka kanë amanet para Zotit, bashkoje këtë kom nish si gjithmonë, me kanë shqiptarët bashkë. E treta është për shpirtja jeme që unë lash pengun tem. Unë pëndroj jetë, non se jetën e kalova në vështirësi, unë vdes me pengun matë më në shpirt që nuk i shërbeva popullet tem. Pen që do ta marrë me vedi luvor. Por Zoti ma më gjoj, Zoti ma pranoj, e Zoti më zbriti prej qiellit, edhe tek ju, me fol, me u shplol, me u gëzu, me kuvenu. Ani ndarë se ju ma shumë keni një gjuje, po jam shumë e lumtur, jam shumë e qetë, edhe ta shtim fund, për parë se të largohem, një hymn për jetën që është shetnia më madhe e të madhit Zot e që i falemi. Jeta është bekim. Jeta është bekim. Jeta është amër. Jeta është sfid. Jeta është detyrë. Jeta është pasuni. Jeta është premtim. Jeta është dashuri. Jeta është mister. Jeta është tmer. Jeta është luftë. Jeta është jetë. Jeta është hymn. I falem me është madhit Zot. Interpretimi juaj kujton forcën e dashurisë, mirësisë dhe sakrificës për të tjerë. Faleminderit që na emocionove dhe na bërt të ndjejmë më afër mesazhin e paqes dhe të humanizmit. Dhe më thuajtë vetëm një rol, por ju thuajtë një frymën e në Teresës. Me respekt dhe vlerësim të veçantë për ty. Ishte vërtet shumë emocionuese. Dushme të ndjekim paraqitje këtë monodramë, jetën, leprën, fjalët, tim, shqetënim, dashurinë e Anë Teresës. Një kontekst i bukur që për ne përkollën me festën e shqyrtumit, tradiqin
shërbimit, nuk ka një dhuratë më të madhe. Oh, Se dikush nuk na vaj me të jetu festën e familjes dhe të familjes tonë me këtë realizim, me këtë mundësi për të bërë pranishme personazhin dhe jetën tonë. Falenderojmë shumë Justina. Grazie, falenderoj. Urojmë që mesazhi I kësaj paraqitje kaq të mrekullueshme të na shoqërojë gjithë neve në këtë ditë, mbi gjitha ato mesazhe, ato fjallime, ato mendime, t'i bëjmë dhe ne konkrete në jetë. Tani shfrytoj edhe rastin që edhe t'ju lajmëroj që dita të shërbumit, tetën e shërbumit, kena meshën në të cilën do të vijë i diocezës Monsignor Gjergj Mita, orën 6:30. Agenda jote disa është e mundur, por do të ishte nësi. Shumë falenderoj. Urimet më të mira, Zoti që përbleft në Tereza. Falenderoj. Zoti ju falenderoj. Motër Adelin s'ka një kjo që më jam sot në mesin tuj sa mirë pas ka do. Sa në plët, falenderoj. Ne jemi shumë të nderuar, sepse për sot si juve, është një pasuri për ne gjithë, të gjithë ne sonte dalim më të mirë, nga mesazhi që kemi marrë, që ne ndjemi vetëm një lojë pa fund për ju. Por nuk duhet të them vetë, duhet të them që këtu sonte mes nesh, kemi kryetarin e bashkisë, të cilin me siguri do t'i japim një fjalë, sepse ne kemi edhe aktivitete tjera, por ju nuk do jeni, kështu që përfitojmë. Mirë. Faleminderit juve. Faleminderit të njarë. Është emocioni I veçantë. Dhe mendoj që pas kësaj që ndoqëm nuk do t'ishte fjalë përveç se falënderime e mirënjohje për që na përsolla sonte. Faleminderit. Faleminderit. Përveç se na banet të përjetojmë të gjithë jetën e Nën Terezës, përcolla ato emocione që Nën Tereza na ka preparuar gjithëve. Me gjithë veprën e saj, që realisht të falenderoj në emrin tim, por në emrin e gjithë qytetarëve të Rubikut, pak ardhe ka përcjellë edhe në Rrshen. Para disa kohësh nuk kisha I pranishëm në aktivitetin që u zhvilluam, por erdha me shukën si sot edhe të falenderoj shumë. Edhe unë do m'ju thonë zëtë një këta, që ju të një spektator të përkryu. Më ka lanë rahat, e më ka në gju, kur dhe më ka lanë rahat, më ka kryu komoditeti, që unë me shprej të njënjët e mija, aqë sa munëm, aqë sa di, në me mishnu rolin e kësaj figure të ndritur që kena na. Shumë I falenderoj të falenderoj. Në bashku bashkë një aktore madhe si ju, Justina Liej, edhe normalisht që gjithë ne në heshtje të ngjonim edhe do të ndiqnim jetën e Nën Terezës, edhe s'kishte si të të ndryshe. Falenderoj shumë. Nuk I dini se dikush nga ju ka dëshirë me thënë diçka, sepse ndjeni gjithmonë duke folur kryetari I bashkisë, njerëzit që kanë ndoshta përgjegjësi për komunitetin. Por do ishte bukur një zanë nga ju. Jo, unë e kam edhe ndryshe, tash unë si jam unë. Tash ti qo dikush në bëj një vretje, ja di për mere. Ne kemi pas edhe gjencin. Falenderime.
një tipu ka mesi. Mirë, në që se dëni me bënë një foto me Justin, pa i lot, jeni të lirë. Faleminderit që keni qenë pranishëm. Nesër është koncerti i shërbumit në orën 6:30. Dhe shkojnë i gaturin i gjatë mirë. Faleminderit.